Me keqardhje, me një dhimbje të hatashme, kemi pranuar lajmin, i djeg, ka ndru jetë, është vra nga një njeri, të themi me motive shumë të ulta, i cili ka qenë pronar, aja ka punu e njera, po thuhet se ka punu me gjithë bashkëshortin e vetë, edhe para 4-5 muajve, që ka 6 muaj, ka ndërprej marrëdhënien e punës, nga xhelozia apo ndonjë faktor tjetër, ata s'po ne kërkush, për pos ata dy, nëse që aja edhe ka mbytur edhe veten. Na ka shoku, po them shok për të gjithë, jemi trishtu sepse këto raste. Për gjithë ata që janë duke na ndëgjuar, ju jeni bashkëfshatar edhe jeni afër jemi 200-300 metra ndërmjet. Ja foshive të dhe shtëpia e ndjerës, kalon burrin me 3 fëmijë, kanë pas me burrin me grua, kanë punu bashkë, një jetë normale, një familje e lumtur. Mi po si ka ardhë momenti, për çka ka ardhë, se si ka ardhë, si ka rrjedhë, askush nuk mundet me ditë. Mundesh me dhënë paragjykime, po ato s'janë të mira për neve, jo kështu, njerëzit prononcohen, dëgjojnë ndoshta një dezinformat me dikujna, e shpërndojnë, po që kjo është ma zyrtare, që kemi dëgju pej familjes tyre, familjarëve, pej të afërt tina, cajnën vërtet, se e kalon punën, e ka prit, edhe ka kryer çfarë farë krimi makabër i cilin e dënojmë, inshallah Zoti, këto e çon xhenet edhe ato për ato s'po lutem me shku në xhenet se do rasi se Allah i nuk thet me vra kërkon. I po thotë një fjalë e urtë, është fjalë nga feja që ne ka vjen me një sebeb, po askush ti nuk e kishte dashur. Këtë mënyrë me dhënë jetën. Kështu që ngushëllimi e familjes, inshallah, është e funit. E nuk do më. Sot e ndëgjova që e 59 me radhë si femën, sepse në këtë shoqërinë tonë, një non nuk është vetëm e thjesht një femën, po në realitet është non, është bashkëshorte, është motër, është gjithçka në familje, punëtore mirë e sjellshme, po që jetës nuk i dihet. Ka i vjen njeriu. Momenti është i dhonë jetës në dol nga kjo jetë është shumë kritik, edhe askush nuk e din. Se po të kish dit, aja si shora atë, si shnori, një stacion manina. Po që, ka ndodhë, edhe s'ke qa me bo, duhet më pajtu. A rënë është bëllë, rënë është edhe për familjarët, edhe për neve, të qitë përgjësi, veç inshallah edhe një herlos në fund, që dhe tjetë e funit edhe mos përsëritet më korë. Sepse na u ka shpeshtu e shishe, tha edhe ti, para 2 dite, në vështërë djali, 19 vjeç, kolega me kolegën, por një motive të të edhe ata. Mu po vjen pak dyqysh shumë keq, këtë shekullin 21, këtë kohën ma moderne që jemi të jetue, sot më ardhe të këtë vrasjet. Ballë kemi pas në ujtje, ballë kemi jek. Para 24 vjetë, bombardimet, lufta, këtë këtë fshatë ka qenë i kallën, i ndjekun për i këtushi, e sot më ardhe. Në liri më vra, kjo është shumë motiv i oltë.